me sakrifiku gjaki im ka thirë, mi dalë dim këti kombit. E mi konë, pedin që shikë mi konë të okupum. Dy fjallë të nuk jo nësë 10, as 500, as 600. Ne kim bliftu me bështet, ju nga shëndrut minoritet, ndrum në krejt me judhat barabart, atëhere sa është Kosova e shqiptarëve, qa që është edhe sërbe. Me të shtin luft, me ta masakru nonën, babën, familjarët, me t'i dhonu, me ta dhonu babën, ose motrën, ose nonën, e mësë me konë gjendje me luftu. Mirë. Pri kaj që kem? 5. Pri 5, a? A sfitarë sot Prishtinë? Po. Qysh po kalon? Mirë. A është po mirë peja Prishtina? Po dhe gjo, këtu përgjësi, ka të shosh edhe ka flitet Shqip është bukur, se të me e gjaki, dhe nuk muj bëj dalime. Peja ka një ajër të pas, një natyrë që rrall vende ka gjatë mirë. Po peja është me pjeshke me ujë. A e tonë një kënë pej, a jashtë? Jo, jem jashtë, A jashtë. Cilë vene jashtë? Zvicër. A në Zvicër. Vene ma të zhvillëm. A më të kënë, është Zvicra njeri që mundet më ndreqë sandet. Shti për shumë dhe ki po hajnë, shumë njerët. Dhe gjo, Gëlbeti është shumë i dëmshëm, edhe asë një anë pozitive se ka. Por në atë kohë kur këm dalën në Gëlbet, më ka thirë atë dheu. Kombi, me sakrifiku, gjaki më ka thirë, mi dalë dim këti kombit. E mi konë, pedin që shikë mi konë të okupum. Dhe dhe thotë, unë kom sakrifiku shumë për këtë liri që ne sot e gëzojmë, dhe kom jepë edhe pjesë trupit dhe kom jepë edhe familjara. Po. 92-ën është formu ushtria të gjitha trojeve me Selin Pej. Po më stima nena se së është mirë, se ta shimë dalë shumë, të thonë kom formuaj, dhe thotë është formu dhe ne jemi dalë legalisht. Dhe kem pas kontakt edhe me bashkësinë ndërkombëtare. Kem pas kontakt edhe me si. Ata e kam e dëmtonë, pas dhe një plak, të një gjatë luftës? Jo, unë jem i Burgos unë atërë. Unë jem Burgos një muj ditë mas u këshin hotit. Me Burgos në kërësia, me balet këmëtarë, dhe jemi dënu, dhe jemi ikë për bujit. Jemi ikë. Sa vite ki qëndru në përpit? Jo, ne jemi dënu, unë për shumë jemi dënu 4 vite gjysë, dhe shokët e mi pashtë jenë dënu. Dhe në kanë shumë bëjt një ljëri për asyri se kanë pasë presion për bashkësisë ndërkombëtare ndaj neve. Dhe thot, na kemë pasë kontakt me bashkësinë ndërkombëtare dhe ndaj neve është marrë një konsiderat. Dhe thot, dhe ti bi si trup, unë jem dënu, jem liru, mas 4 mujve jem liru, mas një kohë shumë shkurt kara gjykimi i plotfuqishëm për vujtjen e dënimit, edhe me vendim. Ma në momentin që më ka ardhën të njëmë ljargu. Kanë arë policia më arrestu, kanë arë forcat të tëra, dhe s'kanë mujtë më arrestu dhe nuk kom dalë. Kom dalë ka Svitari Pejs, aty ka qenë stacioni policive, ka sërt që më dalë, në për Rugov, në Malëzi, po filin legale kom kalu në Malëzi, kom kalu në Tuz, prej Tuzit, kom qëndru aty në Tuz, të të bodhistat, prej Tuzit më dalë në për leqat shkodës. Edhe të një kom qëndru në Shqipëri, kom qëndru edhe një kohë gjatë, edhe këti aktivitetit. Edhe qështu, të një të ndarë. Ja është familjes, pasi që ardhe me kontribu në luftë? Jo, familjen e kisha këtu. Këtu e ke pas familje? Po familjen e kisha këtu, familjen time e kërkojshin fëmijën e mbi, se isha person shumë i kërkueshëm. Parasysh se unë kom pas kontakte në bashkësinë ndërkombëtare dhe ne kemi qenë të përgatitur që pranverë në 94 me vesh luftën. Po kemi dashur me një koordinat, me një organizim, pas kemi gjetë mbështetje. Ne kemi pas njerëzit të cilët kanë ushtruar, kanë pas aktivitete. Por të duhet bëhet një mision pak më i gjerë, që tregoj shumë sende, se po dalin këto analistat, të qytin analista dhe që bëvojnë zhurën,
edhe bërtasi nësë më i kupton asnjë, ki parasysh. Por unë sakrificën që kom bo, dhe familjarët e mi që kam bo së nejmit kosharës, të ramë në qëshë këpes, masakra që në bo në qëshë. Na nuk i kem bo sakrificën, edhe nuk kom shku në burgune, edhe nuk kom jep gjak për këtë vend, edhe s'kom jep pjesë trupit për këtë vend familjarët e mi, për mu bo minoritet edhe me marrë flamurin lara. I prasysh, kjo shumë është të dëmshme. Isha në Shqipëri para 2 mujve, thanë nga je, në Vlorë isha. Thash jem për i Dardania, ka i vjen Dardania. Thash Dardania i vjen Hong Kong. Thash që s'për vjen Turp, që ka më fletë. Tha jo jeni, tha mësë jepi i Kosovë, thash jo Dardani, sa të keni Kosovar, jo jeni keni flamurin lara. Do të thot, ka marrë një kohë, si mas mendimit tim, një kohë, si ka me hi mish dhijez, me një fjallë popullore në dërme veti, edhe me filluaj e përqarja, jo ju një Dardanis apo të Kosovës, se kjo Kosovë fjalla slavë është, dhe ne jemi shqiptarë. Ki parasysh, dhe faktikisht ne kem shëndru vetën minoritet. Për minoritet nuk isha sakrifiku për më bo. Është kjo liria që e kena prit në sot që po e gëzojmë? Kjo është liri shumë e mangët, shumë e shkurtume. Kjo liri që në ka ardhë neve, apo kjo demokraci ka ardhë, më na shkatrua ekonomia, mu pasëru një pjesë e oligarkëve, edhe me ikë populata nga vërfnia me darë jashtë. Se për me kopu një vend edhe për me nështru një vend, duhet me që poplin s'ka shmeri. Kur popli bjen s'kamje dhe i varet ekzistenca për bugojt, i manipulon ma të pjesë. Dhe faktikisht me ne po manipulojnë edhe po him bisedime. Për shembull, kjo budollakonja më e madhe në jetë është me hina në bisedime me Serbi. Me Serbi muhet me hi Shqipnia, me rip territorit e vetë ku i ka pas dhe nish ato pjesë të veta. Dhe në Malëzi ku ki pas plavë në Gusinë, e mos flas pas Kosovë lindore, mos flas Lanena. Jo me hi Kosova, me hi mes Serbi, për me jetë pjesë teritorit tonë me jetë Kosovës. Unë me qenë kryeministër, për 15 minuta e zgjidhe këtë problem. Në Bruxelles edhe në Washington. Vish duhet me thonë. 2 fjallë të nuk jo nësë 10, as 500, as 600. Ne kemi bleftu me bështet, ju nga shëndrut minoritet. Se si më kunaj minoritetet, po shëndrum në krejt me hyllat barabartë, atëhere sa është Kosova e shqiptarëve, që është edhe Serbe. Nëse Serbe s'ju pëlqen këtu me jetu, mundë më shku në Serbi. Nëse shqiptarëve s'ju pëlqen me jetu, tash këtu, me këtë lamurin lara, mundë më shku në Shqipëri. Edhe në bëllë tema. Po të jepet tash Serbe, të shka perikin e situacione. Po të jepet tash edhe minoritetit bosnjak dhe minoriteteve tjera. Ata çka po jetë? Se ka drejtë. Se cili minoritet më thonë, po, mërën këta dojmë e marrë dhe na. Mërën këta dojmë e marrë dhe na. Para më ndojë tash në varet qeveria Kosovës prej një minoriteti që i kanë votu 100 vetë. 200 vetë. Ki parasysh. Varet fati jonë prej minoritetit. Në rastet të tilla, nëse ka nevojë për ndonjë kontribut Kosovës, nëse s'po lutem që të kemi luftë prapë, inshallah është largu gjithçka. Mirë po, a do të kishte kontribuar të luftoj prapë për vendin tonë, për Kosovën? Jo, për kombin tim, ku të është nevoja natën e ditën, po jo me sakrifikua me dal psikopatët dhe maniakat e 2 shlipera këshilltar doktorat shkencë, kishe, e ty e folë kanë i anglisht e të lodhun, edhe vishë të nënshua nuk di që ka nënshujnë. Ki parasysh. Tu ka shjetë. Që? Thotë. Që? Thotë. Më shkune për fshatra, është rëzik për të hongër gjepni, se s'punohet toka. Ki parasysh. Që të është një smunje të ndryshme. Parasysh se hinë gjithë shka pa kontrol. Ki parasysh. Hinë mishi për Hungarie, për Serbie, për Meksike, edhe të një njëzit për marë smunje kancerit. I parasysh. Falë. Kisha knasi shumë. Shumë për kontributin tonë, respekte që ke kontribuar për vendin tonë. Të roj ma të mirat. Faleminderit. Unë e kom pas kontakt për Rëgove. Adnan Miroci mu një fort mire, një kjo, kom pas kontakte me numër të malë të ambasadove. Po shkëndar kur janë televizion të regoj realitetin, për mu shkujnë edhe mediat. Po
Por kur ka kësit lufta këtu, me qenë se ka qenë kjo luftë shumë e imponume. Kjo luftë ka qenë e vonume, më falë, por na kanë imponu, na kanë shti me luftu me Llovaçka, me dy gishta. Do thot as armatimis na kanë jep. Një herë bo revolucion në Shqipëri, shkatru në Shqipërinë, tani na imponun luftën, tani metën pa të përgatitur. A ka gjë më kiamet, me të shtin luftë, me ta masakru nonën, babën, familjarët, me t'i dhonu, me ta dhonu babën, ose motrën, ose nonën, mësë me konë gjendje me luftu. Do të thotë neve na kanë nënçmu atë shumë na kanë përbuz, sa që tash ne nuk kemi gjendje një ditën, na ka pështu vëllën Amerika, ne me met vishë të thonë Amerika. Këtu ka qenë, aty në falë që më thonë këtu ka qenë Rusia, ne kemi luftu me Rusi. Do të thotë na jemi shfrytzu. Anena nga faktori ndërkombëtar, nga perëndimi, se këtu troje i ka do Anglia edhe Berlini. Merrem vesh. Na kanë shumë bosh neve perëndimi. Shumë na kanë bosh. Tash janë gjendje me formu qeverinë. Varet pe minoritetit me 100 vota. Edhe dojnë me bu ministra, zëvendës ministra, edhe të mojnë firma. Ki parasysh. Se më nga minoritetet, po. E kemi pru vetëm këtë gjendje. Kemi shkatru me fabrika, me çdo gjë, kemi shkatru. Është e vërtet. Edhe njerë, falenderoj shumë për kohën, për kontributin, gjithë ato që i ke dhënë. Të uroj më të mirat në jetë. Faleminderit shumë për kohën. Respekt.